Si I përgatitim tani për në tepsi kotoletat e pulës. Nëse nuk e pat videon e parë mund ta shikoni se si e përgatita të gjithë këtë marinare në të cilën I lashur një 2 orë. Mund t'i lini dhe tërdarkë, nuk ka problem fare. Sa më shumë t'i lini, aq më të shijshme bëhen se zbutet pula dhe merr të gjitha ato shijet e erëzave edhe të qumshit edhe të vezës, edhe bëhet yami. Pastaj do ta kalojmë në këtë bukën e thermuar në trimeni friganja, edhe të cilën e gjeni në çdo supermarket. Unë gjej edhe një tjetër sidomos këtu në Angli, në për dyqanet arabe dhe turke, është një që mund të ketë edhe shije djegëse brenda, se të gjitha këta dyqanet e të gjitha këta shtetet I kanë akoma më të shijshme këto gjërat me erza brenda e kështu, ose në supermarket pastaj jetë të thjeshtë në për këta supermarketet në mëdheja anglezë. Pasi I kam kaluar në bukën e thermuar pastaja, do t'i vendos në furrën në 180 gradë, do ta shikoni varet nga furra juaj. Kuptohet që mund t'i bëjmë edhe të skuqura në tigan, si për shembull burrit tim që nuk I pëlqejnë në furrë, do të skuqura në tigan. Për neve të tjerët që përpiqem të hajmë më shëndetshëm, I vë në furrë, edhe siç mund të shikoni, dalin shumë të shijshme. Pothuajse nuk kanë fare diferencë nga ato që bëhen në tigan, vetëm që tigan marrin më shumë vaj, o njerëz, po.